11 punonjëse të kompanisë Jura, e cila operon në qytetin e Ferit për 5 vitesh dhe është specializuar për prodhimin e pajisjeve elektrike për automjetet, janë dërguar para ditën e sotme me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit për të marrë ndihmën e dur mjekësore. Në një deklarat për mediat, nëndrejtori i spitalit, Erblin Dollaku, ka pohuar se 11 punonjëset janë dërguar në urgjencë me mjetet private të kompanisë, teksa ka theksuar se kanë shfaqur shenja të lehta intoksikimi dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën, teksa nuk ka lënë pa përmendur dhe faktin se ende nuk e kanë të qartë se cila është substanca kimike që mund të ketë shkaktuar një reaksion të tillë tek punonjëset në fjalë. Ndërkohë, theksoi se ngjarja ndodhi mbrëmjen e dieshme rreth orës 20, ku menjëherë pas njoftimit se në ambientet e kompanisë disa punonjëse janë asfiksuar për shkak të përdorimit të lëndëve kimike gjatë procesit të punës, në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë 3 ambulanca dhe forca policie, të cilat kanë dërguar në urgjencë 2 punonjëse me simptoma të lehta, pra gjë që ka shkaktuar edhe një qetësi të situatës më pas, pasi kjo situatë ka ngjallur një shenjë paniku dhe ndjenjë paniku tek të gjithë punonjësit e firmës, ndërkohë që në ambientet e kompanisë ka mbërritur dhe një ekip mjekësor i cili është kujdesur për 7 punonjësit të cilat kanë patur simptoma të reaksionit dhe më pas janë dërguar në banesë. Ndërkohë, theksoi se asnjë nga përfaqësuesit e firmës koreane nuk ka dhënë sqarim për ngjarjen në fjalë.